Presidenti Donald Trump njoftoi se Hamasi po grumbullon pejqet izraelite të mbetura duke përfshirë 20 të gjallë dhe trupat e 28 pejqeve të pajetë për t'i dorëzuar autoriteteve izraelite. Ky do të realizohet në bazën ushtarake të Rehemit pranë kufirit në rripin e Gazës, ku do të bëhen përgatitjet për shkëmbim. Në këmbim, Hamasi do të marrë 1700 të burgosur palestinezë, përfshirë 250 të dënuar me burgim të përjetshëm, duke shënuar fazën e parë të implementimit të planit të paqes amerikan. Ky proces ka hapur rrugën për kthimin e palestinezëve të shpërngulur në Gaza dhe zonat e veriut, të cilat për 2 vite ishin të detyruara të jetonin larg shtëpive të tyre. Megjithatë, vendbanimet janë shkatëruar dhe shumë familje po kthehen mes rënojave duke kërkuar të gjejnë një vend për të jetuar. Autoritetet lokale dhe agjencitë e shpëtimit po punojnë për të rikuperuar trupa dhe për të rifilluar shërbimet bazë. Ndërkombëtarisht, plani i Trumpit ka marrë mbështetje për fazën e parë dhe për disa nga vendet me organizata ndërkombëtare, përfshirë Bashkimin Evropian, të cilat kanë shprehur gatishmëri për të lehtësuar kalimin e njerëzve me ndihmën humanitare. Megjithatë, fazat e tjera të marrëveshjes mbeten të paqarta, veçanërisht lidhur me çarmatimin e Hamasit dhe krijimin e një autoriteti kalimtar për Gazën, të cilin Hamasi e ka refuzuar. Ekspertët paralajmërojnë se suksesi plot i planit kërkon vëmendje të vazhdueshme dhe mbikëqyrje ndërkombëtare për të shmangur përshkallëzime të reja në rajon.